pjesë të trupit tonë ata që janë Hagë. Ata janë tonë. Ata duhet më liruë, nuk e kanë në aty, po të shpia vetë. Mendoj që e kanë jopë shumë vjetë, pak si shumë. Dalim kismet. Dalim me dala. Po, Qysh e komenton kërkesën e prokurorisë në Hagë me i dënuar 45 vjet secilin prej krerëve të UÇK-s? Pa kuptim, absolutisht. Mendja normale që nuk e rro këta. Njerëzit që ka luftu për popullin e vetë, për drejtat e veta mu dënu 45 vjet, veç kjo gjykat mundën të kështu me prua që hala nuk është vendimi, po veç... A menon që kanë mudiru krerët e UÇK-s? Po besoj që ndoshta kanë me mbet me qëtu 5 vjet qëtu edhe sa për thonë hajtë shko të shpia dhe me së japim nga i parë që duhet fatë dam shpërblimin nëse mbetet nëse është të para pa me ditjet e tyne. A do dohej që me dal krejt me 17 shkart në marshën për krerët e UÇK-s? Në shash? Duhet me dalë. A mendon që do me dalë edhe kryeministri Kurti e krejt tjerë? Krejt duhet me dalë. A ka bo sa dohet kryeministri Kurti për krerët e UÇK-s në Hagë? Po ka pas, natyrë që ka pas mas luftës, ka pas do kundërthonja me ta, është kon lufta për pushtet, po me gjitha ta atje drejtësia është ata dhe besoj që dhe Kurti këtë e din. Që dhe a i ka qenë krahë tyne, dhe a i ka qenë, nuk duhet që s'ka qenë pjesë e çlirimit Kosovës. E komentoj gabim trashonik i Bashkisë Evropiane. Për me marrë një vendim të tillë veç shablon, nuk i ka hije kërkuj ashtu. Ashtu është e dënueshme. Gjykim jo i drejt. A do me dalë me 17 shkort në protest për krerët e UÇK-s? Gjithsesi. A do të me dalë edhe politikanë tjerë, presidenti Avgjullës Osmani, kryeministri Albin Kurti? Sigurisht. Dhe është pjesë të trupit tonë ata që janë Hagë. Ata janë tonë edhe janë padrejtisht të vujt dënimin. Unë s'kam instrument me matë aktivitetin e Albin Kurtit, besoj se edhe aja përjeton jo mirë këtë gjithë, se edhe aja është kë qeverisë tonë, edhe është në nivel të obligimit që ka. Qysh i komenton të këta shqiptarë që janë shkollë e kanë dëshmu kundërisht krerëve të UÇK-s në Hagë? Dhe të korrigjojnë pak veten në aspekt patriotik kombëtar. Dhe të korrigjojnë veten pak, se duhet me marrë ka është interesi kombëtar më i madh, jo me marrë vendimet ngutshme. Ajo katastrofa, ato është, ka bëhet një padrejtësi e madhe, pa kur far faktesh, këtë faktet janë në favor tyne, po ata e bojnë ato se janë kështim për Serbije, kanë marrë pare për Serbije me dëshmi të rrejshme të Serbijës, edhe ata duhet më liruë, nuk e kanë në aty, po të shpia vetë. Qysh komenton këta shqiptarë që janë shkollë dhe kanë dërgu dosje dhe kanë fol kundra i krerëve të UÇK-s? Ata janë tradhtarë të kombit. Ata nuk meritojnë ata me konë që sa një kësha përzonë krejt, ku ka troje shqiptarët që kësha lanë heq, që kjo është krejt aty. Gjithmonë na kanë tradhtuar qëtu tëndë, edhe hasmit kuptohet ajo. A do me dalë me të 17 në marshën për UÇK-n? Po, që gjithë qysh. Ju më dalë të thëna dhe kom me dalë edhe në të edhe gjithmonë, që do të lanë në kur.